Alba Story prezanton. Unë që po ju flas, jam një grua në moshë të mesme. Jam rritur në një fshat të thellë, në një familje me zakone dhe rregulla shumë të rrepta. Që e re me kishin mësuar se gruaja duhet të ul kokën, të dëgjoj dhe të kujdeset për shtëpinë. Me këtë mendësi u rrita dhe me këtë mendësi pranova të martohesha kur erdhi koha. Burri që zgjodhen për mua ishte disa vite më i madh. Ai kishte qenë i martuar një herë më parë dhe nga ajo martesë e kishte një djalë. Kur hyra nuse në atë shtëpi, djali i tij ishte ende i ri. Unë u mendova me gjithë shpirt të bëja rolin e nënës për të. I laja rrobat e i gatuja ushqime që i pëlqenin dhe kujdesesha për të njësoj sikur të ishte djali im. Burri im punon të gjithë ditën, kështu që bara e shtëpisë dhe djali i tij ran plotësisht mbi mua dhe nuk u ankova kurrë, e jeta jon vazhdoi kështu për disa vite me radhë. Por gjërat filluan të merrnin një hije tjetër kur djali u rrit dhe mbushi 20 vjeç. Ishte bërë një djali i gjatë, i shkathet dhe kishte filluar të kuptonte shumë gjëra. Unë e trajtoja ende si djalin e shtëpisë, por ai filloi të ndryshonte një sjellje ndaj meje. Ndonjëherë, kur unë isha duke gatuar ose duke hekurosur, ai kalonte aty pranë dhe më lëshonte ndonjë fjalë ngacmuese. Me bënte komplimente, me thoshte që dukesha shumë e re, ose me thoshte që baba i tij nuk dinte të me vlerësonte ashtu siç duhej. Unë isha arritur me atë mentalitetin e fshatit e të merrohesha nga këto fjalë. Kisha frikë se mos na ndëgjonte njeri, kisha frikë nga fjalët e botës. Fillova t'i shmangësha, e kur ai ishte në dhomën e ndenjes, unë rrija në kuzhinë, e kur ai vinte në kuzhinë, unë gjeja një punë për të bërë në obor, e u mundova ta mbyllja atë histori pa bërë të madhe. 4 vite më pas, jeta ime mori një goditje tjetër. Martesa ime u shkatërrua plotësisht. Burri im kishte ikur jashtë shtetit me pretekstin për të gjetur një punë më të mirë dhe për të rregulluar letrat. E muajt e parë flisnim nga një herë rrallë, por më pas ai ndryshoi. Një ditë më mori në telefon dhe më foli hapur. Më tha që kishte vendosur të mos kthehej më kurrë. Më tha që e kishte ndërtuar jetën e tij atje dhe që unë duhet të shikoja punën time. Ishte një goditje mjaft e rëndë. Unë e kisha të pamundur të mbaja një lidhje në distancë me një njeri që me kishte fshirë nga jeta atij. Pas atij bisedimit të gjatë, unë nuk ja hapa më telefonin, e ndava mendjen dhe vazhdova jetën time e vetme e u ndava nga ai. Sot ai djali i tij është 24 vjeç, e prej kohësh nuk isha dëgjuar asgjë për të dhe as që doja t'ja dija. Doja ta fshija atë familjen nga kujtesa ime. Por fati deshi ndryshi, e para disa ditësh, motra ime me mori në telefon. Po flisnim për gjërat e përditshme, kur ajo nisi të më tregonte për vajzën e saj mbesen time. Vajza motrës ishte rreth 20 vjeçe dhe ishte në moshën që kishte filluar të njihej me një djalë, dhe motra më tregoi me gëzim se ajo kishte filluar të shoqërohej me dikë. Ti e njeh shumë mirë, më tha motra, pa e ditur fare se çfarë po bënte. Ai është djali i ish burrit tënd, e kur e dëgjova atë emër, më duk sikur më ra tavanin mbi kokë. Unë grita në këmbë nga divani, i thash motrës që nuk isha fare dakord me këtë gjë. I shpjegova qartë që unë isha ndarë nga jo familje dhe nuk doja të kisha as një lidhje apo sebeb që të me bashkonte prap me ta.
Motra u mundua të me qetësonte. Më thoshte që është djali i mirë, është i gjatë dhe shumë i bukur, por unë e kisha ndar mendjen. Nuk mund ta lija mbesën time të ngatrohej me atë djalë. Unë e dija mirë se si sillej ai dhe isha e bindur që nuk e kishte seriozisht me mbesën time. Me siguri donte thjesht të kalonte kohën ose po bënte ndonjë lojë të tijen. E pasi mbylla telefonin me motrën, nuk po gjeja dot qetësi. Mora telefonin tim dhe kërkova numrin e tij. Nuk i kisha fshirë nga lista e kontakteve. I shkruajta një mesazh drejt për drejt. E pyeta se si ishin njohur me mbesën time. E pyeta se çfarë po kërkonte nga ajo dhe i thash qartë që të mos luante me atë vajzë. Nuk kaluan as disa minuta dhe më ra telefoni. E ishte vetëm një mesazh nga ai. Është një histori shumë e gjatë për të shkruar në telefon. Me mirë të dalim të pim një kafe dhe të ta shpjegoj të gjithë situatën, më shkruajti ai. Unë doja t'i jepja fund kësaj historie një herë e mirë, kështu që pranova. I dërgova adresën e shtëpisë sime, sepse unë nuk kam patent qarkullimi dhe nuk i jap makinës, kështu që duhet që ai të vinte e të më merrte. Pas rreth gjysmore, ai më shkruajti që kishte mbërritur. Dola nga shtëpia e ai kishte ardhur me makinën e tij, të cilën me siguri ja kishte bler i atin nga jashtë. Hapa derën e parë dhe ula. Ai ishte rritur akoma më shumë dhe kishte ndryshuar mjaft tepër. Ishte një djalë i veshur mirë, i rregulluar shumë dhe me një pamje shumë të kuruar. U përshëndetëm ftohtë, thjesht i dhash dorën dhe ai e nisi makinën. E u drejtuam për tek një lokal pak më larg lagjësime, një vend i qetë ku nuk kishte shumë njerëz, e ashtu me konvenonte. Gjatë rrugës nuk folëm fare, e kur arritëm tek lokali, ulëm në një tavolinë në cep. Kamarieri erdhi, ne porositëm nga një kafe dhe unë nuk prita me gjatë e hapa me një herë temën. Çfarë po bën me mbesën time? E pyeta hapur. E di shumë mirë që unë nuk dua të kem punë me ju. Ai e dëgjoi pyetjen time, por nuk u përgjigj më një herë. Buzëqeshi e mori kafen, piu pak dhe më pas foli. Pse je kaq i inatosur, thaj. Ajo është një vajzë e mirë. Njohja ishte thjesht e rastësishme, por le ta lëm atë me njan për një moment. Ti si je? Kemi kaq kohë pa u parë, më thaj. Unë mundova të ktheja bisedën tek mbesa, por ai ishte i vendosur të mos fliste për atë gjë. Filloi të më ngasmonte, ashtu siç bënte dikur kur ishte 20 vjeç, por këtë herë ishte shumë i sigurt në vete. Më tha që ndarja me kishte bërë mirë, që dukesha shumë më e qetë dhe më e bukur se sa kur isha e martuar me babain e tij. E unë e kisha shumë të vështirë të rria indiferente. Isha një grua e ndarë, jetoja vetëm dhe kisha përballë një djalë 24 vjeç shumë të bukur që po më tregonte hapur vëmendjen e tij. E ndjeja që po thyhesha brenda vetes, por nuk doja ta lejoja këtë gjë. E pra eja të ikim, i thash prerë. Ti nuk i ardhur këtu për të folur seriozisht dhe unë nuk kam kohë për të humbur me këto biseda. E ai nuk e zgjati. E la kafen e gjysmë në tavolinë. Unë ngrit dhe shkoj të paguante. Unë dola jashtë dhe prita tek makina e tij, e ai doli pas meje. U futëm brenda e tani duhej të më kthente prap në shtëpi me makinën e tij. Dielli kishte perënduar dhe koha ishte errësuar plotësisht. Jashtë kishin filluar të ndizeshin dritat e rrugës dhe rrugës për në shtëpi u kujtova që duhet të blija patjetër disa gjëra për darkë dhe për të nesërmen. Më mirë më ço tek qendra tregtare në fund të rrugës kryesore, i thash. U bë natë dhe dua të blej diçka para se të shkoj në shtëpi. Ai thjesht më miratoi me kokë dhe ktheu makinën në drejtimin tjetër. E rruga për të qendra tregtare mori rreth 10 minuta. E kur arritëm, ai u fut në atë parkingun e madh rrethues të qendrës. Meqense se ishte vonë, parkingu ishte pothuajse i zbrazët. Ai e çoi makinën në një cep shumë të largët,
aty ku dritat e shtyllave ishin të prishura dhe ishte pothuajse errësirë plot, e nuk shihej asgjë jashtë. E fiku makinen, e unë mora çantën time dhe për të thyer atë heshtje dhe atë situatë e çuditshme që ishte krijuar mes nesh, vendosa të tregohesha miqësore para se të zbrisja. U zgjata nga selilja ime për të përqafuar dhe për të përshëndetur si një lloj përshëndetje për t'ju thënë natën e mirë. Por gjërat nuk shkuan ashtu. Në momentin që unë ofrova për të përqafuar, ai bëri një lëvizje shumë të shpejtë. E ktheu kokën drejt meje dhe me puthi direkt në buzë. Ishte diçka krejtësisht e papritur. Unë ngriva në vend, e dora ime mbeti e mbështetur tek çanta. Nuk bëra asnjë lëvizje për të dalë nga makina e as nuk bërtita. Ngela aty, e habitur dhe pa fjalë. Ai nuk e hiqte vëmendjen nga unë, e më puthi edhe një herë tjetër, e unë nuk e kundërshtoja dot. Pasi ajo tërhoq pak, më foli përsëri. Eja në sediljen e pasme, më thaj. Dola nga makina, hapa derën e pasme dhe u futa brenda. Edhe ai bëri të njëjtën gjë nga ana tjetër dhe erdhi pranë meje. Ishim të ulur aty në atë errësirë totale të parkingut. Ai më ofrua përsëri dhe filloi të më puthte. Kësaj radhe nuk kisha më asnjë arsye të bëja rezistencë apo të fshihesha pas zakoneve të vjetra. Ja ktheva dhon puthjen. E qëndruam aty duke u puthur. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni abonohuni ose bëjini subscribe.